الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي والاعتماد إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Nderuari xhamat, është nder dhe është privilegj që unë sot të qëndroj këtu pranë jush, duke e lutën të madhin Allah, që i madhi Zot i cili na ka mundësuar që të bashkohemi në këtë vend, të na bashkon i madhi Zot inshallah edhe në Jannatul Firdaus. I madhi Allah, i cili është mëshirues dhe mëshirbërës, gjunohat e tona dhe tëmetet e tona ku i kemi aty këto, i madhi Allah të na i falë gjithve inshallah. Edhe të vdekurit e tanë që ka i kemi përcjell më herët se ne, i madhi Zot të i pas mëshiru inshallah. Të sëmurit që kanë smundje të ndryshme, Allahu inshallah të i shëron. Të burgosërit e pafajshëm, të cilët qëndrojnë prapa grileve të armiqve, Allahu azza wa jall t'ua mundëson inshallah lirimin sa më të shpejt ya rabbal alamin. Amin. 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 Vëllezër të nderuar, pa humbur kohë, në pika të shkurtra do të rikujtohemi me disa çështje të kësaj feje, me disa argumente të cilët i ka cek Allahu azza wa jall dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ato janë në favorin ton, kështu që janë disa margaritar në të cilët ne duhet të i shfrytëzojmë, sepse me të vërtetë janë për të mirën tonë. I madhi Allah në një citat të Kur'anit famullar thot: "Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah." O ju të cilët besoni, o ju besimtar, o ju musliman, mos t'ju mashtron juve, ngune mirë, mos t'ju mashtron juve pasuria juaj, as fëmijët e juaj nga të përmendurit e Allahut. Do të thotë, pra mos u habitni mas pasurisë shumë, mos u habitni mas fëmijëve shumë, sepse nëse shumë habitmi nuk jetë kohë për të përmendurit e Allahut azza wa jall. Allahu azza wa jall për këtë çështje e ceki një sure të plot në Kur'anin famullar, ku thot që çdo kush i prej neve këtë sure e din, dhasht Allahu që ta mësojmë edhe më shumë, të mësojmë edhe më shumë nga Kur'ani famullar, ku Allahu thot në Kur'an: Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Që do të thot pa shakohën. Allahu ka bo bie këtu thot pa shakohën. Hoxh, ka dalës tash pak. Para një pak ligjëratave tina i thove që të vend qëtu, se zban me bo bie për jashtë Allahut. E kemi një ligjërat të plot për këtë çështje, apo? Se njerëzit po bojnë bie pasha ate, pasha kete, pasha ku e di çka unë lloj të premtuarit. Kemi thonë që zban, është haram, po është haram me vërtet është. E po këtu pasha kohën, po thot Zoti. Allahu azza wa jall ban bije për krijesat e veta. Ne krijesat nuk guxojmë të premtohemi me jashtë Allahun.
Ka njerë po vjen në rand kur po ndëgjoj ka njerë kur thot dikush pasha që ket elektrik, pasha që ket bereqet, pasha mos po gjet ujë për xhenoze, mos po ju lutem shlirohuni piktin e far gjërave. Ju lutem. Nuk kanë pasha atë pasha ket. Nëse don me bon bie ban bie vetëm për Allahun ose për cilësitë e Allahut. Për shembull, mund të më thon pasha Allahun e Qabës ose pasha Allahun e gjithësisë. Pasha atë çka shpirti im është dortina, çdo sa kthehet tek Allahu. Ama me bo bie me sende të krijesa e kimi të ndaluar. Dikush i ka herë kam dëgjuar me vesh të mi thot pasha çiket elektrik. Po leje bre Allah në xhenat çot elektrikin e ka prodhuar gjene koi dikush Japonia, ja Kina ti mban bie për elektrikin. Le vëllezër, nuk janë këto mod kohë, kanë kaluar, i ka kaluar koha këtij, i ka dalë moda mua. Janë karta të harxhuara, të gjegura. Leni para pashminës. Kthehuni te Allahu dhe thuaj pasha Allahun azza wa jall. Ha? Kështu. Pra Allahu në këtë rast pas ka drejta me bë për krijesat e veta. Një prej krijesave që ka bë Allahu bie, ka bë bie pasha kohën. Ka shumë bie të tjera në Kur'an. Çka Allah ka bë për to? Për shembull pasha diellin i cili agon. Pasha hënën e cila ndriçon. Pasha Allahut i takojnë këto, jo neve. Nëse në këtë kohë në këtë rast mos humi kohë, pra Allahu po thot pasha kohën. Me të vërtetët innal insana lafi khusr, me të vërtetët njeriu është në një humbje të madhe. Njeriu është në një humbje të madhe. Përveç se illa alladhina amanu, përveç se ata cilët besojnë, përveç se ata cilët besojnë, wa amilu salihati dhe veprojnë vepra të mira, wa tawasau bil haqqi dhe këshillojnë njëri tjetrin për të thënë fjalën e vërtet, wa tawasau bis sabr dhe këshillojnë për durim. Pra njeriu ku ka në humbje, përveç se çeti në katër çështje, katër lloje të njerëzve. Imam Shafiu thot po mos të ketë zbrit në Kur'an tjetër sure vetëm që kjo sure do të më ftonte. Pse? Sepse është sure përmbledhëse. Unë atë çka po du të fokusohem për sot është te çështja e shfrytëzimit të kohës, se koha prej gjëra më me vlerë. Koha është një dhuratë e Allahut, çka ne nuk di me vlerësuan. Ne e vlerësojmë kohën vetëm kur ta humbim. Për shembull, Allahu e ka thënë ujin, i cili është bazë e jetës. A ja dim vlerën? Jo, s'ja dim vlerën. Runa Zot, me na ushter uji, që thot Allahu në suratul Mulk, kul in asbaha ma'ukum gawran, faman ya'tikum bima'in ma'in. Thuaj o Muhammed, nëse uji ju, çka ju e përdorni bën shterrat, e pin toka, s'ka ujë, kush ju vjen juve, kush ju sjell ujë të pishëm? Pra s'ja dim vlerën e ujit, runa Zot me na. Po çështë s'ja dim vlerën edhe kohës. Kur ja dim vlerën? Vlerën ja dim kur të na humb, ama ata na bëhet vonë. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Iqtanim khamsa qabla khamsin", shfrytëzoj thot 5 gjëra para se me të ardh 5 gjëra tjera. Thot shfrytëzoj thot shababeke qabla haramik, shfrytëzoj thot rinin tënde para se me të ardh pleqëria. Sa je i ri, shfrytëzoje kohën, se nesër s'kthehet mo kjo të mas. Nuk ka më akrepi e orës kur s'është kthyi të mas, as ka për të kthyi. Pra atëherë shfrytëzoje se kjo datë e sodit, kjo ditë e sodit kur më në jetën tënde nuk kthehet. Dikush do të po hoq, sot më të është 4 janar për shembull, apo? Po, sot më të është 4 janar nëse jemi gjallë, ama është 2020, më nuk ka 2019. Kjo datë kthehet më kur, kjo ditë çka shkon nuk kthehet më kur. Atëherë urdhëro dhe shfrytëzoje i nderuar. Mos e humb kohën tënde me sene të kota, se një kohën gjërat e shtrenjta mos i harxhon në gjëra të lira. Se koha është e shtrenjtë. Çish po e harxhon gjërën e shtrenjtë në çështje shumë të lirë. Dikush i ka njerë ku më thot shumë avrat veshin kur thot, vallahi s'po kam shka me bon. La ilaha illallah, s'ka shka me bon. Çish, hajde do ta çoj mazarkën sonte. Çish më mu çu mazarkën, s'ka po dokët e lirë po dokët që më çua. Në shfrytëzoje se nuk dihet ma kje mazarkë tjetër as kje mazarkë tjetër. Pra pejgamberi po thot, shfrytëzoj 5 gjëra para se me të tjerët. Thot wasihatuka qabla saqamik, shfrytëzoje thot shëndetin tënd para se me të ardhën ti kush? Smundja, shfrytëzoje. Wa ghinaka qabla faqrik, shfrytëzoje thot pasurinë tënde para se me të ardhë varfëria, se nuk i dihet. Në këtë jemi dëshmitar, në 2001 u banëm këtë të varfër, këtë i lëm pasurinë edhe hikëm shumë të poshtë. Këtë banëm refugjat. Pra sot Allahut ka dhënë të mira, shfrytëzoj këto. Wa farakaka qabla shugulik, shfrytëzoje thot kur je i lirë para se më preokupon, para se më uzon me diçka tjetër.
wa hayataka qabla mautik, edhe jetën tënde para vdekjes tënde. Shfrytëzoje jetën vëllai jam. Shfrytëzoje se një jetë e ke. Shfrytëzoje në të mirat që Allahu është i kënaqur. Shfrytëzoje në punën tënde, shfrytëzoje në leximin tënd, shfrytëzoje në shkollën tënde, se nëse ti don mu kthin bankat e shkollës, ama kot mo e kije, më nuk kthehet e mas ajo, nuk kthehet akrepit e mas. Shfrytëzoj këto gjëra, se nuk kthehen, o i nderuar, o vëllai jam, shfrytëzoj këto për hir të Allahut, edhe punën ku jetë, çfarë punë do të qoftë, nëse është e halalit, wallahi nëse e bën për hir të Allahut dhe e bën me bismillah, ta dish se ti ki mu shpërblir para të madhit Allah. Pa më pasysh, mjeku, mësuesi, aja që kujdikush, krejt profesionet, aq larg, Ibn Taymija e ka cek një çështje që ne duhet të marrim mësim. Thot nëse në një shoqëri thot gjenden gjitha profesionet, edhe asaj shoqërie i mungon një buk pjekës. Shoqëria thot është e detyruar që ta cakton njënin, thot që ti duhesh më kon buk pjekës. Edhe krejt to duhet të i shfrytëzosh asaj shoqërie. Pra, mjeku pi kondit vet, hoxha pi kondit vet, mësuesi pi kondit vet, lavërtarja që bujku pi kondit vet. Çdo kush Allahu kështu i ka bën, çështu het shoqëritë e para. I ka dhënë Allahu. Mirë, po krejt këto le të jenë për hir të Allahut. Sa mirë po më vjen vallahi. Ka një herë kur po shkoj te disa vëllezër mjek, edhe pe e marr injeksionin, pe e pregadit, edhe po thot bismillah. Allahu akbar. Që kjo fjala bismillah për mua po është gjysmëshirimi. Se në ti në kry tanë, pa e regjistruar pranimin e barit tanë, nuk ndikon barit tanë, kuptojnë këtë mirë. Nuk po du me një tash psikologji, se nuk jam profesor i psikologjisë, po i kena lexuar këto në për librat e fes, pra njëherë ti duhesh ta pranosh si bari, si ilaç, tani trupi jot e percepton më mirë. Pra, ai pregadit mu e mjeku, po më thot bismillah. Hoç thot na i bojmë thot sebepët shërimi janë ndër Zotit. La ilaha illallah, sa mirë. Pra për shef, po edhe ai bujka që në thot bismillah, edhe mësuesit e shkollës në thot bismillah, edhe ai, edhe ky. Pra krejt jemi në ambrellën e fjalës bismillah. Allahu ja bereqet edhe më shumë. Pra ata duhet të shfrytëzohet koha. Sepse thash pak më herët, gjëja më e shtrenjtë është koha. Pra ata në gjuhën arabe një vjerë thot el waqtu kesejfi in lem taqta qata'ak. Koha është sikur shpata, nëse nuk e pret ti kohën, ajo të pret ty. Sa njeriu ka met rrugëve, pasi që i gjori nuk ka ditë ta shfrytëzon kohën, edhe sot ka met rrugëve. Sa njeri ka hip në pozita shumë të larta, pasi që ki ka ditë me shfrytëzu kohën, edhe ka shku të përpjet. Pra, koha kush ka e shkaktare, shka ti ngritesh, por runa Zot, koha ndoshta të bën shkaktare, nëse s'di me shfrytëzu rastin, ti mbitesh. Pra ata, një poet arab thot, daqatul qalbil mar'i qailatun lahu, innal hayata daqaikun wa thawani. Të rrahurit e zemrës, çdo kush i prej neve ka zemër, thot të rrahurit e zemrës, të çdo personi thot i thonë rrahjet e zemrës. Jeta thot është momente, atëherë ti shfrytëzoj ato. Nuk dihet këto zemra që Allahin e ka dhënë, i kanë caktuar edhe rrahjet e veta. Nuk dihet edhe sa kanë me rrahjet e zemrës. Urdhno i nderuar, urdhno vëllai jam shfrytëzoj ti ato, mos e le që koha me të shkuën poshtë, sepse Allahu nuk ka kriju ti vetëm shkel e shka. Pra ta, Allah thot në Kur'an, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Ju thot, a mendoni, thot se ne ju krijum juve çështu shkel e shka edhe që mos të ktheheni te ne? Pra Allahu na ka kriju për një çështje. Allahu na ka kriju për një mision. Çështja apo misioni për cilën na ka kriju Allahu është që ne ta adhurojmë Allahun Azza wa Jall, ta shprehim mirënjohje ndaj Allahut, të i përmbahemi rregullave dhe dispozitave të cilat Allahu ne ka shkruar në Kur'an dhe të i largohemi gjërat të cilat i ka ndaluar Allahu Azza wa Jall. Këtë në fundit e nderuar xhamat. Pra jeta ka momente, duhet të i shfrytëzojmë ato sepse do të japim llogari para Allahut Azza wa Jall për të mira çka Allahu na i ka dhënë, për këtë qetësi, për këtë shëndet, për të mirësi, për këtë Allahu kënaqëse ka më na pyetën, që thot Allahu në Kur'an, edhe me këtë po përfundoj, thumma la tusalun yawma idhin anin na'im, thot ju thot krejt çdo kushi keni më u pyet para Allahut për të mira çka Allahu ua ka dhënë. Dhasht Allahu Azza wa Jall, që Allahu të na bën për atë çka i shfrytëzojmë të mirat e Allahut Azza wa Jall në të mirë. Të mirat e Allahut në të mirë.
Allahu inshallah na bën për atin çka këto kohra i harxojmë në gjëra që Allahu i don, edhe Allahu inshallah na mundson që këto gjëra që nuk i don Allahu prej tyre të na largon gjithëve xhenetin nasib të na e ban. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu al-ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.